Mi mbrëma të gjithve, së pari ju falenderoj për prezencën tuaj. Është një gëzim shumë i madh për mua të ndihem midis kaq shumë miq. Emocione nuk kam. Të gjithë më dinë që jam i shkatët pa emocione. Ju falenderoj gjithë nga zemra. Elizbon Haruni, një nga operatorët e rinj në moshë, por me një aktivitet për t'u vlerësuar, ka festuar mbrëmjen e 27 dhjetorit, ditëlindjen e tij. Atmosfera tërësisht festive, mes familjarëve, miqve dhe kolegëve të tij, do të mbahet mend gjatë në kujtesën e kolegut ton. Ceremonia i ka kaluar limitet e një feste, me një pjesëmarrje aktive të ftuarve në këtë përvjetor ditëlindje. Urimet, përqafimet, por edhe dhuratat e shumta ishin preludi i gjithë kësaj mbrëmje, që përfundoi vetëm në orët e para të mëngjesit. Oni është ndjerë mjaft i vlerësuar në këtë mbrëmje, mes miqve të tij të dashur dhe shumë kolegëve të të gjitha mediave të qytetit të Vlorës, por edhe atyre kombëtare. Edhe pse i ri në moshë, Elizbon Haruni është një ndër operatorët televiziv më profesionist, duke dhënë kontributin e tij, jo vetëm në mediat lokale të qytetit. Oni njihet nga të gjithë si një djalë i palodhur në profesionin e tij, sa të bukur, aq edhe të vështirë, por edhe i papërtuar dhe i parezervuar për të ndihmuar kolegët e tij, gazetar dhe operator. Ditëlindja e Harunit vjen gështu edhe në atmosferën e festave të fundvitit, duke mbledhur së bashku njerëzit e medias. Një ndër momentet më emocionuese për kolegun ton Oni ishte ceremonia e fitjes së qirimve të tortës. Kolegët janë bashkuar me Onin në ceremoninë e ditëlindjes së tij, ndërsa një urim të veçantë Oni e ka marrë edhe nga stafi i televizionit 6+1 Vlora, i cili ishte pjesëmarrës në këtë përvjetor ditëlindje. Edhe një herë, gjejmë rastin që në fund të kësaj kronike, të urojmë nga zemra kolegun ton Onin, të bëhet edhe 100 vjeç. Oni, kjo është patë me thënien e thjesht urojmë nga zemra u bëkshën e 100 vjeç.